Rreshjet me intensitet të lartë që kanë përfshirë Vlorën gjatë orëve të fundit kanë vënë sërish në alertë institucionet dhe ndërmarrjet përgjegjëse për menaxhimin e situatave të emergjencës. Sipas njoftimit zyrtar të Qendrës Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore, parashikohet që këtë të mërkur 26 nëntor dhe të njëjtën 27 nëntor, qyteti Vlorës të përballet me rreshje shiu me intensitet mesatar deri lokalisht të lartë, të cilat mund të krijojnë probleme në disa zona të ndjeshme ndaj përmbytjeve. Në këtë kuadër, ndërmarrja ujësillës kanalizime rajoni Vlorë u ka bërë thirrje qytetarëve që të tregohen maksimalisht të kujdesshëm dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve, duke shmangur veçanërisht parkimin e automjeteve në zonat me rrezik të lartë për akumulimin e ujit. Qytetarët duhet të jenë vigjilent dhe të njoftojnë strukturat përkatëse në rast se evidentojnë probleme në rrjet apo në qarkullimin e ujrave, thuhet në njoftimin e ujësillës kanalizime rajoni Vlorë. Ndërkohë, Bashkia e Vlorës bën të ditur se të gjitha strukturat dhe ekipet e terrenit janë vënë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo situatë që mund të krijohet nga rreshjet intensive. Në funksion të plot janë edhe stacionet e pompimit dhe hidrovorët e vegjël brenda qytetit, të cilët po punojnë me kapacitet të shtuar për të garantuar largimin sa më shpejt të ujrave. Po ashtu janë kryer edhe remontet dhe ndërhyrjet e nevojshme paraprake për të siguruar mirë funksionimin e tyre gjatë ditëve me mod të përkeqësuar. Edhe hidrovori kryesor i qytetit është vënë në funksion, megjithëse aktualisht operon me 3 pompa, nga 4 që parashikohen në kapacitetin standard. Specialistët sqarojnë se një nga problemet kryesore që pengon funksionimin optimal të hidrovorëve dhe sistemit të kanalizimeve mbetet grumbullimi mbeturinave në rrjet, çka vështirëson qarkullimin normal të ujrave të shiut. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të kontribuojnë duke mos hedhur mbetje në kanale apo në puseta, pasi kjo përkeqëson ndjeshëm situatën gjatë rreshjeve. Institucionet vjojnë monitorimin e pandërprer të motit dhe të nivelit të ujrave, ndërsa ekipet në terren janë të gatshme të ndryhen në çdo moment nëse situata përkeqësohet. Qytetarët këshillohen të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat më të ekspozuara ndaj përmbytjeve.